Gazi ka qenë një artist me plot kuptimin e fjalës artist. Krijues i papërsëritshëm i vlerave të Lezhës. Gazi ka qenë hulumtuesi më të madh të trashëgimisë folklorike. A majt që ka prurë risi shumë në për festivalet folklorike. Krijuesi i jashtëzakonshëm, është i papërsëritshëm në trashëgiminë e folkut që ka vendi. Në Universitetin e Arteve të Koreografisë e kanë vlerësuar si krijues. Ka prurë risi në për festivalet e ndryshme folklorike, ku kanë qenë në Gjinokastër, në Berat, në Elbasan, gjithmonë edhe u krenote se merrte gjithmonë çmime të para. Vim nga grupi polifonik i Mallakastrës, ne jemi këngëtarët e grupit. Vlerat e njeriut nuk maten nga jetëgjatësia e moshës, por nga gjurmët me të cilën lë. Dhe gjurmët e mikut tonë të shtrenjtë, Gazmend Golemi, janë të thella. Pasi ai e tregoi me vlerat e tij të jashtëzakonshme artistike që krijoi për asamblin e tij që drejtonte në Bashkinë Lezhë. I shprehim ngushëllimet të thella dhe të sinqerta familjes Golemi, për ndarjen e parakoshme të njeriu të tyre më të shtrenjtë. Ai ka lënë pas një pasuri të jashtëzakonshme. Ne jemi shumë të ndinjuar me lajmin që morëm, por vërtet kishim një mik të jashtëzakonshëm, një mik i cili dinte të na priste, ashtu siç e ka hije shqiptari dhe lezhjani. Ngushëllime të sinqerta. Koreograf të madh, si Gazmend Golemi, pa diskutim që mundesh me përfarsu vendin tënd në shumë dinitet në çdo arenë konkurruese brenda vendit dhe jashtë vendit. Arritëm që me artistët lezhjan të bëjmë një ansambël amator dhe të konkurrojmë përballë shteteve, ambasadave shtetërore, Serbia, Greqia, që i kemi komshi, po edhe 18 festivale tjera të shtetet mëdha të botës, dhe të fitonim vendin e 2, të 3, të 4 në kompeticionet tona. Kjo është ajo që mundesh me tregu vlerën që kishte Gazmendi. Është i pazëvendësueshëm, uroj lutem Zotit që të dalin talent që të vinë në nivelin e Gazmendit. Kena humbur një shok, kena humbur një mik, u ka 30 vite që nifem me profesor Gazin. Sinqerisht është një dhimbje për gjithë artistët lezhjan, sigurisht edhe për gjithë opinionin lezhjan, e gjithë artistët kudo që ndodhen. Për 45 vjet rrugtim kulturor me koreografin Gazmend Golemi, unë njohem rastisht, u bëm vëllezër dhe deri në frymën e fundit mbetëm vëllezër. Një njeri që nuk ka prituar kurrë, nuk është lodhur kurrë, po ne ka pas po, johen jo, për koreografin lut Zotin, mund t'jetë nis ajo apo ai, po se kur më rrin dhe një Gazmend Golem tjetër në Lezhë, nuk e di.